Një koncert i Kuintetit të Harqeve është zhvilluar në ambientet e Galerisë së Arteve Digjitale në Korçë. Ky është koncerti i dytë i këtij formacioni, i cili ka për qëllim promovimin e muzikës klasike shqiptare dhe veçanërisht të kompozitorëve korçar. Në këtë mbrëmje janë luajtur vepra nga kompozitorët Josif Minga, Endrisina, Bokerini dhe Mozart. Është i dyti koncert që ne bëjmë me këtë formacion kuarteti, plus një nga miqtë Tanga Elbasani me instrumentin e violës. Dhe ky formacion është strukturuar për të pasur jetëgjatësinë në aktivitetin e tij. Ky është i dyti nga koncertet, siç e tham, dhe duke që kemi planifikuar dhe koncerte të tjera në të ardhmen. Do të bëjmë çmos të bëjmë promovimin e muzikës shqiptare në rast parë dhe të kompozitorëve korçar, siç është dhe modeli i këtij koncerti të sotëm dhe veprat të zgjedhura nga krimtaria më e mirë botërore. Koncertet të tilla synojnë pasurimin e aktiviteteve në qytetin e Korçës, si dhe krijimin e modeleve për talentet e reja të muzikës klasike. Bëjmë model për të transmetuar arritjet tona më të mira, të cilat ja u pasurojnë vëllezërve tonë. E dyta, mbajmë kontakt me gjithë aktivitetin që zhvillohet në qytetin e Korçës dhe përpiqemi ta pasurojmë edhe të kemi një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij aktiviteti. Do të ishte mirë që ne të ishim promotor dhe lokomotive e gjithë aktivitetet dhe do përpiqemi ta bëjmë si të tillë. Koncerti u organizua me mbështetjen e Qendrës së Artit dhe Kulturës dhe Bashkisë së Korçës.